Shkalla më e lartë ku feja synon ta ngrit njeriu në këtë jetë është ta mësoj atë të jetoj i balancuar, veçanërisht 3 botë, të cilat e përbëjnë thelbin e fesë edhe të jetës. Duken se janë dualitete, po në realitet ato e plotësojnë njëra tjetrën, ani se qëndrojnë kundrejt njëra tjetrës. Numër 1. Të jetuarit në balancë në mes besimit në absolutën kundrejt relativës. Do më thënë, gjithçka që lidhet me Zotin është absolute dhe çdo gjë vetë Zotit madhreshëm është relative. Numër 2. Besimi në jetën tjetër kundrejt kësaj jete të cilën e jetojmë. Numër 3. Besimi në dimensionin shpirtëror të njeriut kundrejt dimensionit material. Çdo parregullsi në këto 3 dualitete do ta bëjë një person më pak në harmoni me universin dhe rrjedhimisht do të jetë më pak i lumtur në këtë jetë. Shkputja nga e vërteta absolute, pra nga Zoti, do të nënkuptoj dobësi dhe do të nënkuptoj rregullim me relative në këtë botë. Shkputja nga bota tjetër do të provoj mungesë të paqes dhe gjithashtu mungesë të drejtësisë. Ndërkaq, shkëputja nga dimensioni shpirtëror e moral është humbje e kuptimit të jetës.